vllai u diagnostikua me autizëm edhe filluan sfidat. Do gjejmë një specialist, do gjejmë dikë që të na këshillojnë cila do jenë terapijat më të përsosura, edhe aty fillova që të hyja akoma edhe më shumë në atë realitetin e pediatrisë. Vllai ishte 3 vjeç, ishte shumë i vogël. Edhe mbaj mend herën e parë kur i bën analizën e gjakut, sepse hyra në kontakt me doktorin e pediatrisë, sepse vendi ku unë isha, Siena, shyej si njëri ndër vendet me specialistin më të mirë të Italisë për të ndihmuar fëmijët që kishin autizëm. Italia është shumë e mirë në mjekësi dhe edhe nuk mund ta mohoj sinqerisht. Edhe mbaj mend vllain atë ditë që po bënte analizën e gjakut, ishte shumë i trembur shpirti im, edhe ai e dinte që unë isha duke studiuar për të bërë infermiere. Ai donte që unë të isha krenare për të. Edhe mbaj mend e kishte vënë krahun kështu, ajo infermiera i kishte lidhur atë elastikun, edhe më pa mua i kishte syt plot me lotë. Jam i fort, më tha. Jam i fort, më tha. Edhe ka një motivim më të fort